Një shqiptar është ekzekutuar në Greqi. Ngjarja tronditëse ka ndodhur në një vresh në zonën e Rafinas, ku 41 vjeçari shqiptar i identifikuar si Altin Arapa është gjetur i vdekur me një plag në kokë. Sipas raportimeve të mediave greke, 41 vjeçari ishte qelluar me një plumb i cili e kishte kapur në faqe duke e plagosur rënd. Pavarësisht plagës, mësohet se shqiptari ka arritur që të telefonojë bashkëshorten e tij, ku i ka treguar se është qelluar nga një mik i tij. Arapa i mësohet se i ka treguar identitetin e plotë të autorit, gruas së tij, i cili rezulton gjithashtu të jetë me origjinë shqiptare. Sipas burimeve policore, autori i dyshuar është Mikel Selimaj, 46 vjeç nga Vlora, person me precedent të mëparshëm penal për drogë. Gruaja e alarmuar mësohet se ka telefonuar policinë, e cila është nisur menjëherë për në vend ngjarje për ta gjetur dhe për t'i dhënë ndihmën e parë shqiptarit, por kërkimi nuk ka qenë i lehtë për shkak të sipërfaqes së madhe të vreshtit. Pas kërkimit, i cili zgjati për disa minuta, policia greke gjeti telefonin e viktimës fillimisht, ndërkohë që disa metra më tutje u gjet dhe trupi i pajetit 41 vjeçarit, i cili me sa duket është zvarritur në kërkim të ndihmës. Policia greke po heton rastin si atentat mafioz, duke konsideruar larjen e sapeve si motiv të mundshëm. Sipas burimeve, viktima kishte pasur më parë probleme me ligjin për çështje të ndryshme. Autori i dyshuar, gjithashtu shqiptar dhe i njohur për përfshirje në çështje narkotikësh, është shpallur në kërkim nga autoritetet. Policia greke po e trajton rastin si një larje hesapesh mes dy shqiptarëve me të kaluar kriminale.